Në fshatin Shajkovs të Podojevës jeton familja Musolle. Kjo familja që madhe sa që deri vonë kishin jetuar rreth 50 anëtar në një shtëpi. Tani më i vjetri i kësaj familje, 75 vjeçari Shefki Musolli, tregon se si kanë jetuar në një numër kaq të madh brenda një shtëpie të thjeshtë. Pa qa më ju ka lëdzuar në fillim, u konë jeta e shtjepe fillimit, i vogël jena konë, kalablak jena konë, 40 trëp, vëlla 50 trëp jena konë, fukarallak, deshën, dothën, borë, shtirë, u konë jeta e shtirë. A veshe dashnia u konë, morali u konë, tëna e konë ma mirë, se që tash. Pse u konë dashnia, u konë mas pari marja u konë, tuta, marja edhe u konë rahmeti edhe dashnia u konë. E tash, pesho që tjetër, kana kaluë se duke më punua, mire kana kaluë. Mire kana kaluë, për shembull, i zotë i shpis, ka më abet, laf, mësafer kem pasu dhe kur vishin që ashtu, një folke tonë në gojshin. E sot jo. Sot që ashtu i grohen, as për dhe që ka po flet, as që po thota. Atere nga ka mungu e tash për nga mungon kur gjo. Atere besa u konë jeta me shtirë. Se buk, që ashtu se na e nga konë shpjanik. Kem pos to, kem pos zalnije, tëna i kena pos me dhene, me lëpe, me tëna i kena pos. Atere u konë ma shtirë. Nga martesa me Hamiden, a i ka 9 fëmijë dhe dashurim për ta, vazhdon të ruaj të njëjtë. Pa qështë mërzitet njeri për Evlad. E keni që thërë Evladi bujoshke e zemrës. Non, 2 djele shtacika. Po qëre, a peshe 5 gishta e një dorë. Fillën dhe presh dhema, tonë njëjtë. Nuk janë të rralla rastet kur martesat e para shumë vitesh ndodhin në mënyra të jetë interesante, e sidomos kjo e Shefkiut, pasi që një kusheri i tij e kishte mbyllur në një dhomë atë së bashku me tashmë gruan e tij, Hamiden. Ba jo më në sfar veti, një koshi më kam shilë dherën në to. Pa u konë procedura atyre se për shembull, une, si Shefki, e kom pas një qikë besë, ose të motrës, i kom thonë filonit, që kom valla një qikë besë ose të motrës më fejua, me gjollën e qati personi, e që aty u shkua. O nuse më ka gjetë një kushërin këtu, e kësona bile, se konë këtu në katon, tani i pa të thonë babës, tani baba tani e gjeti lidhjen e qëllë një mësit. Ka i kom pas ka 24 vjetë. Jo, më rësë farë, qëfar poni? Jo. E ndër të tjera është edhe gruaja e Shefkiut, Hamide Musolli, rrëfen historinë e saj. Ajo tregon që prindërit e kanë dënuar 2 javë, vetëm se kishte shkuar në shkollë. Atëherë nuk na leshin me shku në shkollë. Kom mësua mirë që kaj që ta të mi kam, e i knasht jam me ta, a zhigu në shtës nuk kom hje këtë kërë. Se kom ditë, jëm konë benak me vla. Vla nuk dhe ke qaqë, unë në desha. Ja bëjsha gjithë dhe tyrat. Erdhen atëherë i denëshin. Babën te me kanë denue, 2 muaj ditë të kom për muaj, që nuk kom la me shku në shkollë. Ballë mërsita. Atëherë dhe si të nalën një e rri tash 16 vjeqare, janë nisën po vina si në tapë, pej po djeve, pej katuneve tjera, se atëherë i këna pas tënë tash si në tapë. Jo, tash vjen të lifar mësuesi, të lifar në kom la në shkuën. Edhe më lëpën që e kusherina e me martu me këtë, për këshit këtyne. Vjen mëset, më lëpën, po nëse këmë bëdi heqë. Kër ishin orëm se u duke me bo bëk atër, ju këtë ishin bëk. Nëna ja në konë, marrë ishin vek atëherë. Edhe në ulla në vek që atë, janë nisë me punue. Po, disha si për muaj më. Po krejt kështu ju.
Thët heqe ta. Tash ju nuk e. Tash të vesh për dëbë, për ju hashëm. Për metë një ka të herët, a besën që shtu kom. Ja nisa pa ka me kojke edhe nona e konat, pa ti kom pas 2 fajtën edhe atyre. Për ju, për baba jemi ki pa njuft këta për para. E kishtë qëtë shumë më bëmis me këta. Qashtu konë vëllohi, kërë më atyva 18 vjeç tani. 2 vjetët e june. 18 vjeç, kur dhe qatë në që ordë, se këmë di qëfar figure ka, atë farzoni ka, kur. Ty bat? Mirë tybe. Dhe ty kun? Këna gatu, me fur. Me fur. Kënë pas 2 kunata... Je, kom përpër ato kunata. Edhe vjerën, edhe 2 kunata që. E mësaj që se s'dike. Po qëfar, s'kisha pa kur furmës, as televizor, na kemë heftit, as rrimë s'këna pas. Kër ju marrë këtë, ta kanë pas rrimë na jë, a kemë heftit. Me kashtë. E isha a piqen buk me kashtë, ja u bëjsh aty në kunata, të ke piqen, këshërit të që tash që shkanë më pjekë. Kur të isha, unë me bykë që të nuk kam, asë kur që buk për me s'kini me hauër, kur. Dhe kunatë, vlaznjetina, e viri, u që ishin me mësue, në furë. Po qyshtë të marrë kjo, sa bëjsha shkronës, disha mi kapat a rubat, a samë gjokat. Ka nënë buk për me njëherë, të ishin atë furën. Ka nënë buk. Një vje vëllabën kam vjetë edhe me muë. Edhe vjera në mësej ke vëllabën, për vjera e kështë edhe punë të vetë. Kur, asë në ka thonë pëse s'pa den, asë nuk ka thonë si një përdjelë mi, asë nuk e një të vyene, asë nuk e një pëqia. Këm edhe, kur ato hësë janë gjesë, veç kur fjallë keqë që s'ka qitë për neve për gjëje. Po asë në vallohë si në nëmë tënë. Vallohë veç me dikë, atëherë këna kojtë me shamia. Krejt katunin djelën shpi për shpia. Pa jo, mërë po shfat mërzit, një përveç për dhe, për. Shpi për shpia tërë kojshëm. Se shpi tema, as lash grunë, as lash kalamat, qëta i kumë pënuë me dërë, pa i prekat djelën që visha knena. Ta atëherë edhe burat e katunit. U këtë ishëm bë, edhe i me shumë ngryp, e u halashtis shumë. Kur nuk e harrej. Po kur u vesha mundru erë, një këshim a vërë ta jë, po kam qëh me po. Për muë, ashtë po qysh me dalën e ta ashtim që hajëm hidis kështë, kur nuk e harrej, një këshje ka po balihëm dhe të ishëm e andim. Ta nuk shkoj për po ta se herë kom thirë ta me më një muë, ta orë me më një muë, atëherë shkoj shumë me një muë edhe këshjive me mbjellësone për gjithë shka. Muar ngre ke kojti që sëtë për ndëkët për kujtë, që atëheri kujtoj se ty betash s'kujtoj qaqë që shkojti shumë. E na falshin pare atëherë, pejtejtës, ose të ke kulloqin, të premë të mua ma misën, tejtën gjithë ditën zira pasëll, nora. Të premë të në tani s'shin qikë. Po tani u dajtëm, ata vlaznja që kënë me tjetër, na unë me të natje, unë me vihër edhe me kunet erdën klina. Të martuar që sa vite, Shefkiu dhe Hamidja tregojnë se në cilën periudhë kanë qenë të lidhur më shumë. Qëtash. Ku qëtash? Pa të fartë që unë qëtash. Ndërni nuk ka pas, o tybe një ka pas mine vetë, se o qaj ke herët në 5 sa hati me shkue, nga një ta di ka pënuve. Me dojnë të autobusin batë lagë kam, edhe ardën tërë. Si ka pa kur të mine vetë, E, po sa ka e kje më bo qastë të kërgjeta. Jo, heq, njëtë kë fmit lasë ka re, as veti ka re nëjherë, atë vlaznive, atë kujna si ka re kur. Partë mio? Unë i kumë re ka njëherë, me bo me di që i kumë re, pa pos pa heq, ves me di që i kumë re. Kur njëherë dy jetë, në kumë fel një natë një ditë me to se apetën e fërsha. O, Allah, qërë, mua që po më mërmenja. Mas pori, na plesht kem faj, po tash edhe kur të kthesh edhe s'po vetë, as po vetë djali, as po vetë qika. Se shkon djali, shamull, del pe shpije, as të den kur vjen, as ku shkon, as shka boni, as amaroj, si femna, si djelë. Na kem faj, po, kur të kthesh, po n'gojnë, me të roshkot, po del edhe me keqe, e ma keqe që tash, u shamull, po thamë, edhe porët tash. Njëri,
Kër ka për më fejua, për me qua jetë gatë me qatë person, si vajza, si djallit duhet me vazhdue jetën e gjatë. Jo më nga në për sakache, në për hamome, në për ftuza, jo ti bëj qëto, kur vjen këtu si banë. Ma shumë po kanë probleme që ata që po fejohen vetë, se këta që po i fejojnë në një vete. E që ajo mua diqush s'pëmin në krye. Pse? Wallahi si të barabartë. Jo. Të gjëna me hi. Në lalka dole, jo si barabar. Qika ka faj. Ma shumë kanë qika të faj se djole. Se qika sa ka që vja bën raf djole dhe këtë të vjen këtu. Kur vjen këtu për me nëherë, për t'ja rëtullon djolit. Qikat këtu kanë faj. E djanë? Duhet më konë vendost, si vajza, si djoli. E djanë? Edhe të përpirajnë? Pa, qëre, edhe djelë, qëre, kur t'ja bën pa drejten, është ajo tjetër. E shë edhe baba, edhe nona. T'ja bën djolin gruas pa drejt. Mundet me thonë, baba, ka dole, prek e kryet se jeti gabim. Se kur ja kryen punët, i kryen ato obligimet, ajo që i ka thonë aty, djali ka faj. A djali duhet me thonë, prek e kryet se je gabim. Ti Luki që apo thu? Wallahi, s'dojt me hinë gjëna me kërkanë. Këtu e se thëjnë bë dhe se thëjnë nuk të kanë dojë të atritit. I hanë fjallë të vika. Për para, asë këm njëftë, asë këm dita, edhe musë ma ka kojtë më arë 33 bukë, se me i gatu 30 bukë. A bese 30 bukë, një vend i këm gatu asë musë mi ka kojtë. Po qatë bjehise, qatë duhet më ju përshtat jetës, edhe më fjallë s'ka. Atëherë, kom fjallë, besa besë. Derisa flet për kujtimet e fëmirisë, Shefkiu ndalet të komentoj edhe rinin e ditëve të sotme. Si pas ti, ka dallim me kohën e rinisë së tij, pasi që thot se tani mungon më shumë respekti. E rinia sotit, po thom, miro, po kur të thesh, do sana nuk i kanë mirë. Se mas pori, babën nuk e respekton. Nonën jo, migjën jo, këshin jo. E se më së respektojsh dhe ko, ajo së është mirë. E për para po, e ke respektua, pa mërë parasysh kush o konë. Ja banë gjitë, që banë gjitë e ke respektua. Sot s'ta respekton as babën, as nonën, as kërko. Shkollën e kena krye 8 vjeçorën këtu në fshatë. Pa jo, se s'kam këtë farë historie, se veç 8 vjeçorën, bile 8 vjeçorën në këm pa morë mas anena. Se u dufke më shku, më dalë, më punu, më tokën, bujësi, ka lamoq më mjellë, ka lamoq me prashit. Une më kaldu ato përpashme që ka na hik, këtyne dykuna me thonë, nuk është thënë ashtu. Si edhe ke syni i pranves, punë fush, më livrua, më prashit, më mjellë, me korë, me maqin, me shmaqin, me shekret, vera në shkeket të t'jo nga për ora. Duke folur për dukurinë e ikjes së të rinjëve nga vendi 75 vjeçare, tregon se në vitin 1972 kishte shkuar në Gjermani për një punë më të mirë po pamundësia e gjetjes së saj e detyroi të kthehej. Jo më konën në 72-ën, jo më konë në Gjermani. Po shkova e roku, dim një punë, s'pa të duft më këthyje. E ratu shpia. Jo s'shkova, tani kesh vizit për jollin që tash, se ti vëllë, para 2 vjetë. Une po të kaldoj, sa vjetë që këm pos, po të kaldoj. 14 vjetë, se ti që i këm pos pljuta. Se na konë ka lablakna. E baba u konë zotni, s'ka punua. E me gjëllart, e vlaznia që janë konë para me, janë konë pashku në punë. E to, ka na kem pos to, koqa shumë. Më punua. 14 vjetë që këm nisë më punua, beso, tash edhe me ju thonë, nuk i dhja besën e edhe. 14 vjeç, kualt i kena pos, 2 kualt na i kena pos, plugun e kena pos me rot, një mizë, rahmet i po shpjeti, pësën sa bole, vike ma shpras ke plugun nar, edhe vike pe shpje. Se ajo konë marakle, adem ka shpje marë, më punu, më lire, më fshije, anena, knena, mu më leke vetën. Husë thmi, 14 vjeç, u bëj ka aksham, për marë për shpje. Plugun nuk më shë me qitë në kërë. Se dhja dhe një shkajna ata plugja.
Atë gradel në pete që qanë të qysh, a kërsin ato me rot nuk misha me qitë, më duf kemi je kanatën edhe me qitë. Se kem postu këgja shumë. Pa që kom ata më marrë menja, vëllohet qëre, katastrofë o kja. Katastrofë me qëre, një më shku e jashtë e më mitë. Nuk di, po se s'kan faj. Pa punës, pa pare, dohet shpirti lypë më hongër, vesh, lypë me vesh, më motë, më hongër, më pi, s'ka qare për pa dollë, a është mirë, s'është mirë. Përshë që kretë, rinja dollë njështë, shteti. Pse? Pse shteti, mas pore shteti ka faj, që nuk ishitën fabrikat, ishitën ato, tëna ishitën, jenë me tash, ku më punu njëri, pa fabrik, pa zonë djatë. Shteti ka faj. E thojnë anena knena, shteti më konë si shtet, me punësue, asë nësi shëshkue. Tonë jenë të mërzishëm. Dhe atë atje jenë të mërzishëm, se u jemë konë atje. Ma të mire kemë në jetën që tu, se që kanë atë atje. Ma mire homë në që tu, se që honë atë atje. A i duhet më vëquaj, gjallë jam për shamëll, 4 sahatin, më vëquaj, më shkurbun, me më i dore edhe për veti, edhe për ne. A në regull, së në regull. Shteti ka fajt këtu, jo, nena, jo, aja, nena, jo, bona, jo, zbona, unë nuk e di, qka e në edhe t'ju bo, qka e t'ju punue. Kush për shteti nuk ka interesu për këtë popull. Cilë u konë, pa morë parasysh, a tho që aja, s'ka interesu kush për popull, vesh për zep vetën. Edhe qysh kanë punue për zep vetën e kanë bo. Na e dim shumë, dhe na e dim na që s'ka pas gjotë gjallë. Ku shkua me pasunisët? Ka, pe qëllë si ka pika tina.